Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë, për e tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Na me që jemi në pragun e Ramazanit, inshallah do të fillojna me një kapitull këtu që ka të baj enkas kapitulli Babu Siyam, i thojnë kapitulli i agjerimit. Që të flasmi këtu poshtë se sa është obligim agjerimi, për kanë është obligim, a është asë është obligim, shumë detaje na më herë kena përmend. Po me që i kam përmend ato detajet, nuk e poshtë asësh me të njëjta temat një përsërit. Vetëm se tash i kemi fillu me një kapitull të një librit. E tani ato na shtojmë dhe hekmi, çka shohmi të nevojshme, edhe për këto e fillojna, sa të mujna gjatë këti, nëse Zoti na ka dhënë ymër gjatë këti muaji, ose kësaj gjatë këti muaji, edhe muaj që vjen, çka të mujna me kompletu këtë temë, kompletojmë, çka nuk mund edhe na mbetet, nëse jemi në shëgjallë rahat, atë vitin e ardhshëm e vazhdojna. Ndërsa fillimisht, nëse shtohet pyetja se a kena obligim agjerimin. Allahu Azza wa Jalla në Kur'an thot: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, agjerimi është bërë obligim për juve, sikur që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush. Ndoshta bëheni të devotshëm. Ndoshta bëheni të devotshëm. Pra nga ky ajet kuptohet më së qartë se është obligim me agjeru muajin e Ramazanit. Për kanë është obligim, për kanë është obligim, agjerimi është obligim për muslimonin. Fillimisht, është për muslimonin. Nëse njoni s'është musliman, ai mundet me nejt pa ngrom e pa pi, por shpërblim për agjerimin e tij nuk ka. Në fillim do të më qenë musliman për me agjeru, për më të pranu agjerimi që ti e ban, e para me qenë musliman. Pra nëse njoni pastaj është pezomi krishter, jehud, zjarpotist, idhujtar, cila do që tjetë për këtyne, a i pranohet agjerimi, nuk i pranohet agjerimi ati, veç mbetet me lodhje dhe pangron e para. E dyta është me kon balighun. Baligh me kon i moshës madhore. Për më llogari që ki obligim. Për me agjeru e shë vetën tënde. Je hyn moshën madhore, e ke obligim. Çka i bjen ke obligim? Obligimi bjen që po nuk e kryte, të pret dënim tek Allahu Azza wa Jall. Veç kaq? Dikush ka shkuar edhe më tepër se kaq. Ka thonë përveç dënimit që të pret në ahiret, në botën tjetër, dikush ka shkuar edhe më ran kështu, ka thonë bile të shlyna prej listës së muslimanëve krejt. Bile as musliman mos llogaritmi. S'themi që është më e saktë në fjalë, mes në fjalëve të dietarëve fuqahave, por ka dikush të mëdhajve që kanë thonë kështu ka. Të mëdhajve që kanë thonë kështu. Pastaj thot me hyn moshën madhore, po nëse njoni një djali yt një pyeti nuk është moshës madhore, por mund me agjeru. A do në të që ati do t'ja ndalojmë agjerimin, i thejmë mos agjera si ti i vëgël, e jo nuk është të qëlluar. Të parët si kanë vepru, i kanë lanë edhe fëmijët e tyre me agjeru. Dhe bile, nga i herë, për mju shty henez ma shumë agjerimi, me që sa ma largë, bile ndoshta najher i kanë mashtru me naj loj, me naj sen, i kanë dho për para që mos me kërku ushqim. Ata obligim se kanë, por shpërblim kanë. Mone me nësëno, obligim se kanë, shpërblim kanë, nuk di fjallë dytë, që s'kanë shpërblim ata. Kur themi nuk di fjallë dytë që he vjen, dhe më thonë në jurisprudencën islame, nuk di që dikush ka folë ndryshe. Kretë kanë thonë i vëgël, po ka agjeru, shpërblimi i ti do të ruhet. Shpërblimi i ti do të ruhet.
Dhe një herit e ka shpërblimin edhe prindi i tij që e ka nxit për me agjeru. E ka shpërblimin edhe prindi i tij që e ka nxit me agjeru. Kjo e dyta. E treta me kon aqilun, me qenë i shëndosh mentalisht. Me kon i mirë me mendje. Mos me kon i çmendur. Nëse është i çmendur, ai mund, ashtu i vjen si ide çashtu, po nëse është i çmendur, obligim agjerimin nuk e ka. E tanë na, çdo njëri për neve, këtu normal po si po. Po edhe tjetër, kushdo që është veçën që është i mençur, din me dallu senet, kupton, ka hyrë moshën madhore, është obligim për ta. Pastaj, kushtet është obligim agjerimin në Ramazani po flas. Ndërsa tjetër është me kon i shëndosh përveç mentalisht, me kon edhe në shëndetin tanë trupor. Nëse njoni është i moshës shtyp, thellë, s'monet me, nuk e, ka agjeru sa ka agjeru. Ta është për shembull i ka bëu 80 vjetë, 90 vjetë, s'monin ngroti. Se ja me kukra, ja me tensione, ja me ato tjerat. A e ka obligim gjithçysh me agjeru? Nuk e ka obligim. Ky se ka obligim. Por ky veç është paguar për çdo ditë. Që kena pas përmend vitin e kaluar. Për çdo ditë jep ka një iftar dikujt. Ka një iftar edhe çelet. E kryen, alhamdulillah. Nëse ti ke qenë gjithherë agjerues, por që i bën e vjet. Tash ti mos mund, por mund me ushqy ka një në ditë. Një ushqim, ndash lej në fund, që kena pas përmend herën e kaluar. I lën në fund, i të bën krejt, sa është më 30 ditë ose 29 ditë, 29 iftara i të bën, edhe 29 persona, javë qëtë ka një iftar, edhe kryte shpërblimin e merë. E ke kry. Por në atë kuptimi për me agjeru, më obligim se ki. Konoshtu, ose njëni në thash mosha, po mund me kona i smundje tjetër, s'është në mosh, por mund tjetë i ri, por ka vazhdimisht nevoj për ilaçe, të ronda, ka zotin arruajt, ka në kancer, në diçka që nuk mundet me ilon ilaçet hati shty për mbromje, edhe në atë natën mës të përdori ditën, s'mund. Por edhe ky nuk e ka obligim agjerimin, pra jo kuptani, përderi sa je shëndosh, si mentalisht, edhe si fizikisht, e ke obligim agjerimin. Tjetër, edhe me qenë muqim, e ke obligim, kërejt që tu shka u përmendën më herët, u plëtsun. Por, i ndodh haqijes, për shambull, shkën i balonës edhe shkën Zvicër. Qatë ditë, a e ka obligim me agjerim, o qatë ditë, ose edhe sop, nëse ka menej si pas shumicës djetarëve, ko fjallën të shumë, janë një 20 mendime, po ma e afërta që mendojmë, mendimi shumicës. Nëse për shembull ka menej 4 ditë diçka më poshtë. Shkon udhëtar, te djemtë vet Zvicër, edhe gjatë udhëtimit, a ka obligim me qenë agjerueshëm? Haxhia se ka obligim. Mund shri me hangër çdo ditë, niset pe këtuhet, edhe pse është agjerim, ditë Ramazani, edhe këtë në rregullosh, po mundet me hangër e me pi rrugës në kopër, edhe në ballon aty ku të qisin me ngron, edhe aty mundet me ngron, s'ka problem. Bile, nëse rrin atje për një 4 ditë më poshtë, se pak më herët u përmend ndoshta haxhia shkon e pin një kafe. Mi po tash këtë kafja nuk rrin aty 4 muaj, po shkon ndoshta në 2-3 ditë. Edhe për 2-3 ditë sipas shumicës, para poshtutar. Apet mundet mos me agjeru. Pra për mu të bërë obligim, agjerimi është me qenë vendas. Me qenë vendas muqim në jo udhëtar, me fjallë, jo udhëtar. E nëse je udhëtar, obligim se pas këmi, po qysh veprohet, cila është më e mirë për të vepruar, ta është që më sot haxhia më buni këtë rafsh. Ta është cila është më e mira për të vepruar, nëse je udhëtar, haxhi, e shet që agjerimi jëtë, as një tru dëm nuk të banë. Për kondrazi, agjerimit të jep kurajo, vullnet, fuqin trupin tanë, edhe pse je udhëtar. Nëse je i tillë, apet nuk themi që ki obligim, por më mirë është me agjeru, edhe pse je udhëtar. E kuptuat? E para,
E dyta, nëse udhtimi jëtë që e more, që shkoj haxhia për Zvicër, si udhtoj, ma mirë, e para ke më mirë. Po kjo e dyta është, si ngroni, si nuk ngroni, dyshoj si njëjtë e ka. Por edhe agjerimi dhe mos agjerimi për ta është i njëjtë. Ndërsa, nëse udhtimi ti, me bo më shku këtu në Zvicër agjerueshëm, i ban dëm, ja dëmton shëndetin e ti, atëherë çka ka kë? Kë ka të ndaluar pastaj. Haram e ka me agjeru. E kuptut? Janë 3 shkallët që degëzohet agjerimi për ata udhëtar. Me rëndësi, tema jonke, që për mu të bo obligim, që tha Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, agjerimi është bërë obligim, sikur që ishte obligim edhe atyre që ishin para jush, ke me kushte, me qenë musliman, me qenë i moshës madhore, me qenë mentalisht i mirë, me qenë në shëndetin tanë mirë, edhe me qenë vendas, ose ju udhëtar. U plecun që të kushtet, e ki agjerimin obligim. Ndërsa, gabimet që bëheni kam pas përmend, dhe më nështë kështu enkas nuk mojë për atë temë, se e kënë kryhe, vetëm se janë të tjera, për shembull, dikush thotë, po unë jam punëtor. Se ka këtë punëtor, alhamdulillah. Njëri thotë është, punëtor, për shembull thotë, unë jam vëllai punëtor, s'moj me agjeru. A ban çështë? Jo, çështë s'niset. Ç'është do të më nis? Ai shkon punë sabah, përgatitet, ja ka nis me agjeru. Ja ka nis me agjeru. Por kur vjen mesi ditës, puna e tij atje është e rëndë, a lodh, punën nuk i ka basharanet me lën punën, atë sot mund me qu agjerimin e qën, kur që është lodh, gote e shëtën komt, atëre prish agjerimin, s'ka problem, por që atë ditë normal ka me bo kaza. Amo nuk ka kësi regullin fej, që me thonë, one me që nese kam nese kam e punu, une s'po agjeraj heq, s'pja nisi. Qështu, në jurisprudencën islame, nuk ka. E këtut? E të na shumë e bojnë që këtë gabim. Mendojnë që me që nese jam udhëtar, mendojnë, me që nese jam punëtor, kam e punu, ja kom nis një punës, me që kam ja nis, që s'po qënë në bilin sëferit, s'po lodhë nëse s'kam e agjeru, ja kështë s'ka. Do është me ja nis agjerimit, e sot më ishme qu. Kështu duhet me ishku rëndeve, edhe sendeve, e para ke se agjerimin e paskmi, obligim, edhe për una ajetin, pastaj një hadith tjetër që ka sjell edhe Buhariu, edhe Muslimi, një hadith tjetër që vjen prej Talhat ibn Abdillahit radhiyallahu anhu, se një ditë prej ditëve erdhi një njeri tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha: "O i dërguar i Zotit, çfarë obligime kemi ne? A ka mundësi me mi tërgu disa obligime që bilime që ato të shkaj në xhennet? Çfarë obligime kemi ne?" Pejgamberi ju përgjigj se hadithun është gat, kres s'po na vim për një pjesë çka na duhet neve. Tha pejgamberi për obligimeve që ke tha shehru Ramadan illa an tatawwa shay'an. Tha e ki obligim. Tash ja tha pejgamberi me fjalë. E ke obligim me agjeru muajin e Ramazanit. Kjo është obligim. Kjo është obligim muaj i Ramazanit, ndërsa veç nëse dën me shtu nafile vullnetare diçka tjetër. Nafilet vullnetare, sikur që e kena pas përmend tonë tajte, ditët e bardha të muajit, nëse do një ditë punë ju, si agjerimi Davudit alayhis salam, edhe të ngjashme në rregull. Por ndryshe obligim, edhe janë do obligime tjera, po nashta s'është tema për të folur, për shembull një për tyne ka bo benjoni, që pasha Zotin që të pun ka me kryune. Ja dhon besën Zotit që ka me kry. Edhe nuk e krynë, atëherë këtu hinë në obligim, vetëm se një herë leto. Por lasë me ja për obligimin e muajit të Ramazanit. Këtu i tha pejgamberin këta hadith vërtet, çka i tha? E ke prej obligimeve me agjeru muajin e Ramazanit. Bile, kur ti të bëjsh ato hadithe që këti fshatari që ka ardhur dhe ka pyet pejgamberin alayhis salam, a di si kanë të bu? Kur të bën hadithet, i bjen që ka thonë, a di shka, unë me shtu asë një troj, ja, që të obligime që po i krysha, së i pas na 5 vaktet namaz, së i pas na mujna Ramazanit, veç obligime, thonë, që të me shtu sen mu heq, por edhe me paksu, s'ka me paksu. Pejgamberi një prej transmetime verseteve, është i ka thonë, nëse është i sinqert, Allah ka me falë. Nëse është sinqert, Allah në xhenet është problem, me xhenet.
E kuptoni? Por kjo është hadithi i parë që tregon për argumentimin se është obligim. Argumenti i dytë nga hadithet e pejgamberit, gjithashtu hadithi në dy sahihat, Buhari dhe Muslim, që vjen për Abdullah ibn Umairit radiyallahu anhu ose anhuma, që tha: "Bunya al-islamu ala khamsin." Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, shtylla e parë, se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut azza wa jalla, dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij. Wa iqamis salati wa ita'iz zakat, edhe me fal namazin, me dhën zakatin, wal hajj wa sawm Ramadan, edhe me kry haxhin, edhe me agjeru muajin e Ramazanit. Por nga ky hadith e tregoi pejgamberi alayhi salatu wasallam që agjerimi i muajit Ramazan është shtyllë e fesë. Nga që kjo, kur themi shtyllë e fesë, dikush prej të parëve, gjeneratave të para, gjeneratës së dytë, e ka kuptu që po e love një për shtyllave, e ke lon fejnë krejt. Po e love një, e ke rëzu fejnë. Pavarësisht në ata përkrohemi këtë mendim, ase përkrohemi, mjaftën me ditë që dikush pas ka folë randë, dikush prej të parëve, që fejnë për cilve na e marmi, pas ka thonë që me bomës me agjeru s'mbetet fejnë më të këte heq, për shkak se ke rëzu fejnë. Kjo argument. Hadithi tjetër si argument, për i si argument e kështu, hadithi tjetër që tha hadithi Gjibrilit, që dhënë, hadithi Gjibrilit, se fator Gjibrili, tek pejgamberi, ishte në formën e njerit, ishte me dëtesha të bardha, sudike ka ardhë heq, fije plunk një skeshte, flok të zeza fort, edhe lyp kjo kosh Muhamedi alayhis salam, ata i thanë që qaj që atje, dhe sahabi rejtit, kjo shkën rak, i afrohet pejgamberit alayhis salam, edhe i vendos gjojt me gjojt të pejgamberit alayhis salam, edhe i vendosi durët e tij 2 versete. I vendosi durët në prehnin e vet, në verseti 2 i vendosi durët në prehnin e pejgamberit. Disa prej dietarëve kanë kuptuar, atë shumë duhet të respektohet ai që ta e bdien, saqë edhe me vendos durët në këmbët e tij, normal, sot janë të probleme, ka mundësinë kush me ti kesh kuptu, por vetëm se po flas ato që shkon fetarisht atin, edhe m'ja vendos durët në shpatullat e personit që ja merr dinin. Kështu që ka bëu ky Gjibril. Po në mesin e atyne, se u zgjeru pak tema, në mesin e atyne është, tha pejgamberi el islamu an ta'budallaha wa la tushrika bihi shay'a. A dini çka është Islami? I kallzoi pejgamberi çati personit, ai ishte Gjibrili. Tha Islam është me adhuru Allahun azza wa jall, edhe shok atij mos me i bën. Wa tuqim as-salata wa tu'ti az-zakat. Me fal namazin, me dhon zakatin, zakatin me fal wa tasum Ramadan, edhe me agjeru muajin e Ramazanit. Apo e vreni këto të argumentet e tjera. Na veç disoj kena zgjedhur për mi fol, me tregu se agjerimi i muajit Ramazanit është obligim. Për ata që i kanë mundësi të plotësojnë çato kushte që u përmenden, është obligim. Ndërsa për të rit, këtu nuk po shena një për momentin, të rit që s'kan hit tash moshën madhore, edhe ata është mi me agjeru, sevapi tyne i shënohet, edhe thuaj se s'ka fjalë dytë më, edhe i shënohet, i ruhet sevapi, edhe çka i bën që i ruhet kur të është i vogël çet shton. Çka po i bën që kjo? Një i vogël agjeron. Hase se ki obligim, ama obligim se ki po shpërblim ki. Po çka ka dobi ke shpërblim? Unë me që s'kam dënim. Dobia e saj na është që ky person kur të rritet, malet e kupton vërtetën. Malet e pranon fjalët e Allahut dhe të pejgamberit. Malet ka me hes rrugës së Zotit. Për shkak se që në start, hale pa hin moshën madhore, ja ka nis, prindërit ja ka nis mja mësu edhe me praktiku fejen. Kjo shka deshta me thonë për fillim, këtu në mbetet vazhdimi i kësajna në herën ashtë këtu poshtë, lusmi Allahun të na falë të na mëshiron, lusmi Allahun azza wa jall me pejgamberin atin xhenetin e takon, walhamdulillahi rabbil alamin.